Dy banesa në lagjen Liria në Shkodër u përfshin nga flakët mesditën e së martës duke lënë të pastreha dy familje. Zjarri dyshohet se nisi në njërin nga banesat, ndërsa flakët u përhapën me shpejtësi, ndikuar edhe nga era e fortë, duke përfshirë edhe shtëpinë ngjitur. Lulzim Sefja, një nga pronarët e banesave, dyshon se shkak për zjarrin mund të jetë bërë një avari në rrjetin elektrik, ndërsa me lot në sy bën apel për ndihmë. Shkojmë i morë fëmijët të shkolla, ndoshta korrenti i ka bojt atë gjona, se i kam pas telat zdeshëm kretë për dush. I kështu i kam pas, mërëna ta na kajnë ardhi shuqat për me dash me Magadic, të mbajt ja sot, ja nesër, ja mas nesër, s'kajnë ardha si herë me Magadic. Familja jame ka 8 gjithëstarë, 6 fëmijët edhe burrë gro. Tash me në grupë më, se s'kam qa bëj tjetër. Hraja me një mu shteti, edhe i kush me Magadic i këtë shvi. Se ku me metër? Në çastin kur ra zjarri, asnjë nga familjarët nuk ndodheshin në banesë, ndërsa raportohet për dëme të shumta materiale.